Mirë mbrëma Prishtinë, mirë mbrëma Republika më e mirë në botë. Faleminderit nga zemra. Faleminderit për këtë pjesëmarrje të jashtëzakonshme të dashur qytetarë të vendit tim, të dashur motra e vëllezër nga e gjithë Kosova e nga Mërgata, të rinj e të reja që jeni shpresa e këtij vendi, të dashura gra e nëna që me duart tuaja e keni mbajtur gjithmonë këtë shtet, bashkëdhetar të Mërgatës më të mirë në botë, veprimtar, aktivist e rrugovist të përbetuar. Sonte të dashur qytetar jemi mbledhur pranë shtatorës Gjergj Kastriotit Skënderbeut dhe asaj të presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova, jemi mbledhur për të mbyllur këtë fushat, por në të njëjtën kohë, për të hapur një kapitull krejtësisht të ri të historisë sonë, një kapitull të bashkimit, një kapitull të dinjitetit të rifituar, një kapitull ku Kosova ecën përpara e lirë, e bashkuar dhe sy pa trembur për të ardhmen e saj. Kemi udhëtuar kudo në Kosovë këto ditë, nga Prizreni deri në Mitrovic, nga Peja deri në Gjilan, nga fshatrat e Drenicës deri në lagjet e Prishtinës, e kudo në Kosovë. Kemi parë fytyrat e prindërve që zgjohen çdo mëngjes, me frikën se fëmijët e tyre sërish do ta marrin rrugën e aeroportit dhe të mërgimit. Kemi dëgjuar të rinjt, të cilët ndrojnë për një të ardhme të ndërtuar këtu, në tokën e tyre, në atdheun e tyre. Kemi dëgjuar gratë të cilat punojnë ditë e natë, që mbajnë familjet, ndërtojnë bizneset, edukojnë fëmijët dhe shpesh nuk u njihet asnjë merit për këtë. E çdo takim kudo në Kosovë na ka treguar një gjë të vetme. Kosova meriton shumë më tepër se sa ajo që po e merr sot. Prandaj, dua t'ju them se unë besimin e kam te ju, e kam te të gjithë ju, se ju do ta ringritni Kosovën aty ku e meriton. Besoj të forca e këtij populli, të mençuria e këtij populli, të vendosmëria e këtij populli. E ju e dini, të dashur rrugovist, ju e dini se ka nga ata që menduan se na rrëzuan për gjithmonë. Ka nga ata që menduan se kjo lëvizje e ndërtuar nga populli u lodh. Ka nga ata që menduan se kjo frym u shua, se kjo shtëpi nuk do të ngrihej më. Por ata nuk e kuptuan një gjë. Nuk e kuptuan se lidhja demokratike e Kosovës nuk është ngritur mbi pushtetin, por është ngritur mbi besimin e njerëzve si ju. Prandaj nuk shuhet asnjëherë. Dhe kur një lidhje ndërtohet mbi besimin e njerëzve, ajo mund të goditet, mund të sfidohet, mund të rrëzohet përkohësisht, por nuk do të mposhtet kurrë. Sepse historia jonë na ka mësuar, Rugov,
Historia jonë na ka mësuar se sa herë që na kanë nënvlerësuar, ne kemi triumfuar. Sa herë që kanë menduar se nuk mundemi, ne e kemi dëshmuar të kundërtën. Sa herë që kanë menduar se thyhemi, ne jemi ringritur edhe më të fortë. Sa herë na kanë sulmuar, ne jemi bashkuar edhe më fort. Sa herë na kanë shpallur fundin, por ja ku jemi sot, këtu më të bashkuar, më të fort dhe më të vendosur se kur më parë. Sepse ju e dini të dashur rrugovis që historia e LDK-s nuk është histori e rënjës. Historia e LDK-s gjithmonë është dhe do të mbetet histori e ringritjes, ashtu siç jeni ringritur sot ju, e ashtu siç do të ringriten qytetarët e Kosovës me 7 qershor. Prandaj sonte para gjithë Kosovës e dëshmojmë se ashtu siç u bashkuam e u ringritëm ne, ashtu do ta bashkojmë dhe do ta ringrisim të gjithë Republikën tonë. Të dashur qytetarë nga gjithë Kosova, çfarë jemi duke parë sot, është një politikë që ka ndërtuar mure mes njerëzve dhe që ka ushqyer ndarje. Kemi parë sulme ndaj çdo zëri që guxoi të mendojë ndryshe. Kemi parë një politikë që nuk ka vizion tjetër, pos një kontrolli të plot. Kemi parë se çfarë ndodh kur dikush fillon të mendojë se shteti është shumë i vogël se sa ambicjet për të kontrolluar gjithçka e çdo kënd. Kjo politikë e frikës, e përçarjes dhe e arrogancës duhet të mbetet një herë e përgjithmonë prapa nesh, sepse demokracia nuk është sundimi i një njeriu. Demokracia është kufizimi i pushtetit të secilit. Demokracia është balanca. Demokracia është llogaridhënia. Demokracia është garancia se kur asnjë njeri nuk mund të bëhet më i madh se shteti. Prandaj ne nuk kemi ndërtuar Republikën e Kosovës që ajo të kthehet në pronë politike të kujt do qoftë. E prandaj po i thrasim qytetarët e Kosovës, e jo vetëm votuesit e LDK-s. Po ju thrasim juve që ndiheni të zhgënjyer. Po ju thrasim edhe juve që mund të ndiheni të lënë anash e të papërfaqësuar nga politika aktuale. Po ju thrasim të gjithë juve që besoni se vendi ynë mund të bëhet më mirë. Juve që doni arsye për të qëndruar në Kosovë e jo ta shihni aeroportin si shpëtim. I thrasim të gjitha gratë e nanat e këtij vendi që kërkojnë mundësit barabarta për veten e familjet e tyre. I thrasim të gjitha bizneset e ndershme që janë lodhur nga frika e ndëshkimit dhe padrejtësive dhe kërkojnë rrugdalje për zhvillimin dhe perspektivën. Po ju thrasim gjithë juve që e doni një Kosovë normale, stabile, të zhvilluar, serioze, e mbi të gjitha, një Kosovë shpresdhënëse, një Kosovë të respektuar, një Kosovë të urtë e të përbashkuar brenda, por të mençur e ndërvepruese jashtë, një Kosovë fituese. Dhe një Kosovë fituese e sjell vetëm lidhja demokratike e Kosovës. Dhe le ta themi sonte edhe një të vërtet të cilën e din të gjithë. Kosova nuk është bërë shtet duke qëndruar vetëm. Kosova është bërë shtet i fortë duke qëndruar bashk me miqt e aleatët e saj. Prandaj në zgjedhjet e 7 qershorit, qytetarët nuk do të zgjedhin thjesht një opsion politik. Ata zgjedhin edhe përgjigjen ndaj një pyetje vendimtare.
a do të mbetet Kosova e ankoruar përgjithmonë me aleancën strategjike me Amerikën, apo do të lejoj që ky orientim historik të vihet në diskutim. Për Kosovën, zgjidhja është e qartë. Për Kosovën nuk ka se si të jetë tjetër, përveç se një Kosovë e lirë, një Kosovë sovrane dhe një Kosovë në miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sepse kjo aleancë nuk është e zakonshme, nuk është as pak e zakonshme. Në fakt është gjithçka përveç se e zakonshme. Sepse kjo aleancë është ndërtuar aty ku historia nuk falte gabime. Sepse kjo aleancë është ndërtuar e forcuar atëherë kur çdo vendim kishte peshë shtetformuese. Sepse kur populli ynë po përballej me shfarosjen dhe kur bota po hezitonte, Amerika veproi. Dhe veproi pa hezitim, veproi me bindje, veproi me qartësi, veproi për liri, për lirin e popullit shqiptar. Dhe pikrisht atëherë, historia jonë ndryshoi një herë për gjithmonë. Aty, Kosova u shndrua nga një plagë në zemër të Evropës në një sinonim të lirisë, sinonim të një epoke të lirisë në kontinentin tonë. Dhe kjo frymë, unë e di që është e gjallë edhe sot, sepse ju do ta mbani të gjallë. Është e gjallë sepse